Shqipëria, nga Elbasani. Kemi ardhur dje edhe nuk kam filmuar fare. Na falni për pamje këtu të makinës, por këta makinë ke se u dukur ka. Duket, nuk kam që t'i bëj. Po thoja, kemi ardhur dje edhe unë nuk kam filmuar sepse normalisht kemi qenë me njerëz edhe kam dal dje, nuk është se nuk kam dal, por prap nuk munda sepse merr Zoj në duar, shibinte, edhe nuk filmoja dot goca, por dje erdhëm, mbas dite pastaj shkom te fustani, provova fustanin që më pëlqeu shumë, më rrinte shumë bukur. Edhe të Zojit, nuk e provoj se Zoji i kishte shkuar për qëndisje emri, se e kam bërë me emër. Edhe shkova porosita edhe tortën. Tani po ikim me Ilirin, do iki tek syt, se do bëj një kontroll syve, kam lënë takimin. Pas lindjes thonë që numri i syzeve ndryshon, kështu që unë do shkoj do ta kontrolloj edhe për merak, edhe se duhet, se o bët 2 vjeta, mos 2 vjet, po njërë duket. Edhe më duhet shkoj të kontrolloj, të bëj edhe një palë syze tjera, se këto Zoj mi ka bërë, mos e pyet më. Pasaj ku do ikim tjetër? Do marrim frutat kërtap, ëmbëlsirat kërtap. Sa atje në Gjermani nuk e kam gjetur, do t'i provoj, kam fiksim, nuk e di. Edhe kështu, do i marrim ato. Tjetër ku do ikim? Çfarë do bëjmë tjetër ne sot? Asnjë gjë tjetër. Do shkojmë tek syzet. Do shkoj edhe mbasdite me kismet për vetullat, do pastroj vetullat, se normalisht më janë rritur edhe duhet i rregulloj t'i kem gati për pas nesër për ditëlindjen e Zojit. Nëse e shikoni këtë syrin e xezë, e kam lyer këtu në makinë se e fshiva nga që më lotoj edhe më duhet ta lyej edhe një herë. Edhe kështu. Këtu koha ka qenë shi, sot s'po bie, ashtu është në fakt, deri shpar ka rënë. Tani nuk po bie më, ka pushu, po ka rënë shumë shi, goca, shumë shi. Edhe inshallah nuk është kështu pas nesër, të hapi paktën sa të futemi ne në lokal. Ose sa të marrojmë punë të parukjerja të këto. Apo se kam ata fustanin unë, ai është dhe i madh, si fustan vello, do ta marr ta vesh fare atje te lokali. Është i madh kështu, se kam bërë fustan, nuk do ta tregoj tani, do ta tregoj kur të bëjmë videon e ditëlindjes së Zojit. Zoji në ka zënë gjumi tani, Zoji udhëtimin e përballoi shumë mirë, vetëm momentin që do zbristim kur u lidh se Zoji nuk rilidhur, ndonte të loste, aty po, por edhe atë pjesën e kaluam duke i dhënë diçka në duar, shoqër mirë kaloi, edhe na veshët nuk është se pati probleme ose kështu. Edhe me ndrimin e ambientit shumë me njerëzit është ambientuar, u ambientu shpejt, nuk është se shumë, goxha shpejt me thënë drejtën, qante çik fillim, por që jo, sot i herë është më mirë fare, se ka shumë problem. Edhe kështu, tani ka zënë gjumi aty, se kemi vënë gjumë akoma, nga që aty është edhe nipi i kunatës, edhe los me atë, jo, knash. Kështu njerëz, tani ikim mbarojmë puna atje tek Syçkat, të shikojmë njerëz se si i kemi, po qenë ka trafik. Më patën thënë që ka shumë trafik këtej një shoqe Elbasan. Edhe paska me vërtet, paska që trafik. Ka sa ora tani që? Ora 11. Goca, mbarova vizitën tek syt, edhe numri nuk më kishte ndryshuar, shqyr, por kisha pak problem tensionin e syve, edhe tha doktori duhet të pish ujë, se në fakt me thënë drejtën ka ca kohë që nuk po pish shumë ujë, siç pija kur isha shtatzane. Kur isha shtatzane pija ore minut, edhe ndarkët edhe natën, edhe duhet që të pi ujë. E pita doktorin edhe kot, se unë nuk është se kam bërë prove dhe nuk i vendos do të lentet, tha doktori që ky nuk ma këshilloj, tha për ndonjë rast, tha në rregull, tha, por që ti përdorësh në përditshmëri, tha. Ose tha, di çfarë tha ky? Ose tha, nëse do të shpëtosh nga syze, tha, lazer, tha. 3 minuta punë, tha, 3 minuta. Shpëton mirë dhe në shikimin. 3 minuta gjysëm, dhe shun jo, dhe se e kam frikë të shkështu.
Nuk e di, sa nga ju mund ta ketë bërë këtë gjë, më lini komente, jam kurioze, ose njihni ndonjëri që ka bërë këto me lazer dhe si I ka dalë. Nejse, edhe porosita edhe syzet e reja me xhama me gjitha se këto edhe më ishin gërvishtur shumë. Kështu, por mendova nga lindja, mos do më kishte ndryshuar në fakt se thonë që I ka ndryshuar ajo numri. Të shohim tani do ikim tek të marrim ato ëmbëlsirat kërtap. Këtu filloi shiu, ai që ishte ai zjati lumturia. 5 minuta, tani po bie shi. Të shohim pak se sa janë bebelinat këtu. Ka bebelina këtu po jo? Shkuet I kam e ma. Përshëndetje goca, nga dita tjetër këtu në Elbasan. Shikoni pak. Kam bërthojnë sot. Sa bukur që I kam bërë me këtë refleksin kështu dhe me këtë fjongon, me qenë se tematika E ditëlindjes është fjongo. Edhe tani sa mbarova, këtu po bie shi. Deri tani do dalim pak se kemi për të bler një dy gjëra të vogla. Edhe pastaj do ikim prapë në shtëpi. Kemi ato përgatitjet e fundit përpara ditëlindjes së Zoit. Dje nuk kam filmuar me thënë drejtën se e kuptoni me njerëz normalisht do rish do shijosh momentin. Edhe mbrëm Zoi nuk ka ndëjtur mirë me thënë drejtën, nuk e di nga ndryshimi I ambientit, I shtëpisë të gjitha klima mbrëm mirë edhe I ka qenë lodhur. Ka qarë. Deri në orën 1:30 të darkës e suri gjumi. E ka zënë edhe pak si ftofje, nuk e di se si mund ta quaj, ka I qik koll. Ndryshimi I klimës. Mendova se do ta kalonte mirë, por okej, nuk po them, nuk është aq keq, por më shumë e kanatën ajo me sa kam vënë unë pit. Darkët edhe nga të qarat, se ditën ndonjëherë. Gjithsesi, s'kishte si të ndodhte ndryshe. Po bën një vit që s'ka lëvizur nga Gjermania. Nuk e di klimën në Shqipëri ajo, kështu që normale. Tani do ikim në një dyqan të shikojmë pantallona për babin edhe të shohim. Gati goca. Se do të heqim pak syzet atje kur të shkojmë. Nuk kam folur dot sepse jemi shumë rëmuj njerëz edhe nuk kam mundur që t'ju flas dot fare. Tani jemi duke shkuar në shtëpi, duhet me u vesh me Zoin, ta bëj gati edhe do shkojmë pasaj te kisha nga ora 11:30 besoj derisa të bëhen edhe ato të tjerat gati. Ndoshta nuk duket gjë make-upi këtu, por mua më pëlqen shumë. Kam kapur një model që t'jem komode dhe për Zoin. Edhe nuk e di, kam shumë emocione, zemra po më rre fort. Uroj që çdo gjë të shkoj ashtu siç e kam menduar. Edhe pse e di që nuk jam, prapë nuk është se po e shijoj 100%, me thënë drejtën, se nuk dua që të qaj tani ose të prekem, për arsye se mua vetëm babi më ka ardhur, ndërsa pjesa tjetër mungon, për arsye që nuk kam dëshirë t'i them këtu, por janë arsye të forta normalisht, se kush nuk do donte që të vinte tek ditëlindja e mbesës. Edhe
Nejse, kështu njerëz. Kështu goca, tani do iki edhe do ikim në shtëpi. Të bëhemi gati shpejt. Pastaj do mundohem të filmoj edhe vet, por do vendos edhe nga ato që do bëj ai kameramani. Normalisht se kemi marrë edhe kameraman e fotograf. Fotograf është Nipi, sa i fotograf është Nipi i Lirit. Këtu është koha edhe shqy që nuk ra shi në momentin që unë mbarova te parukeria, që shkova u futa këtu në makinë se të më prishej modeli. Por është koha shi, edhe nuk e kam veshur fustani se do ta vesh kur të jem në shtëpi. Nuk bleva fustan tjetër, nuk mora fustan tjetër të bardhë për në kish, se mendova kur çfarë ta blej kur gjysmore do jetë puna atje, besoj. Edhe atë që kam, një që e kam marrë për ta ndruar, domethënë, përveç fustanit kryesor, do vesh atë, edhe ai është shumë i bukur, kështu që do ta vesh te kisha. Që mos ta kem vetëm një orë veshur, mendova, okay, po e vesh edhe atë te kisha, më mirë. Ndërsa fustani që kam njësoj me Zoin është perl, është shumë i bukur. Do ta shikoni ju kur ta tregoj, është shumë i bukur. Sidomos i Zoit e ka qarë. Kështu, do shifemi pastaj prap. Unë se di si do montohen, si do i vendos këto video, do hallakatem pak, por ma bëni Allah. Jetë gjatë muna pas dorën e mbarë. E të birit dhe shpirtit të shenjtë. Amin. Gëzuar ditë lindje mbi ajo, mami e babi të urojnë sot me zemër plot, vetëm zime e bekime, ke sjell në jetën tonë çdo ditë, çdo moment. Atë natë dimri lindja jote, e bëri botën tonë të lulëzoja. Soj me ty lindëm, me ty rritëm, me ty mësua ç'është dashuria. Ej goca, përshëndetje, nuk kam bërë dot video këto ditë, nuk e di kur ka qenë hera e fundit, në fakt, që kam filmuar. Jemi gjithmonë me këtë makinën akoma që nuk ka tavanin, edhe gjithsesi, nuk është kjo tema. Ju kam thënë që kam ndruar syzet, nuk e di, jam keni parë, por kam ndruar syzet se e bëra kontrollin e syve. Edhe me xhama në çdo gjë i kam ndruar, i ndrova këtu në Shqipëri. Këto më shkon duket ky modeli, më shkon më shumë. Nejse, neve tani jemi duke ikur në Lushnjë, do shkojmë në fshatin tim. Edhe do të tregoj edhe çik Zoit vendin ku ka lindur mami, se në Elbasan ishte te babi. Zoi në kam gjumë tani për momentin. Këtej sot të shkoj mirë. Është diell. Freskët është, ftohtë është, më thënë drejtën, por ne s'ka gjë se ne jemi me makinë. Edhe ç'a kemi bërë këto ditë, do thoni juve. Ç'a kemi bërë këtë ditë? Ne kemi qenë aty në shtëpi te Konata. Kemi shku në për këto njerëz, në për njerëzit tanë, domethënë për vizita kështu. Edhe
akoma nuk e kam videon e ditëlindjes së Zoit. Tani unë nuk e di, a do ta bashkangjis këtu ditëlindjen e Zoit, a do ta vendos një video veç, nuk e di, do ta shikoj, sepse Zoit i kam bërë dhe një këngë dhe në fakt e kisha me qef që një pjesë të videove të ditëlindjes ta bëja veç, kështu me ato momentet e bukura te kishat e pagëzimi e çdo gjë, edhe tek lokali, edhe ta la ashtu me muzikën që i kam bërë Zoit, do duket bukur. Edhe ta hedh këtu në YouTube, por edhe këtu do i bashkangjis disa momente, sepse ka dalë vërtet bukur. Jemi kënaqur shumë. Të gjithë janë kënaqur. Edhe doli shumë bukur. Disa foto, story më sakt, i kam postuar në Instagram. Në TikTok nuk kam postuar absolutisht asnjë gjë, se edhe koha nuk më ka dalë, se tani normale, kur je me njerëz, edhe nuk të shkon mendja të filmosh ndonjëherë, ose nuk do dalësh ti të filmosh aty sy njerëzve, edhe ata do rrinë të pushojnë së foluri, do flasësh ti, është pak e sikletshme kjo pjesa kështu. Në një sekuencë edhe e fotografon, por unë kam bërë me telefon më së shumti, do t'i bashkangjis edhe këto telefonin edhe të kamerës. Edhe kështu njerëz. Gjithsesi, ne tani jemi duke ikur në Lushnjë, do ikim një copë herë nga xhaxhi im. Edhe pastaj do kthehemi në shtëpi. Nesër është dita jonë e fundit. Se di, të shofi po pata mundësi, do ju tregoj ndonjë gjë. Zoi sot, shqyr Zotit, ka qenë pak më mirë se ditët e tjera. Hund shqyr nuk është se ka shumë, sot s'ka pas shumë hund, kjo ke vërë repetipit. Nuk është se ka pas shumë hund, se dje i kishte shumë. I dilni kështu vetëm rrini duke i rrjedhur. Zemra ime. Po sot shqyr është më mirë. Është lodhur shumë këtej me thënë drejtën. Por që të bësh, edhe është kënaqur, se ka pas fëmijë, do me thënë njerëz, edhe fëmijët kënaqen me njerëz. Ka ishtë tani. Ti ikim në Lushnjë neve? Sa shik, ule pak ata. Shikoni sa shumë shi që ka rënë këtu. Tokat nuk duken më, është bërë si liqen. Fik sikur jem po Gradec. Këtu jemi afër Rogozhinës, se pit? Jo. Të rrethi. Bishte zhurit është apo? Sa shumë shi ka rënë njerëz, shifeni. Se kemi në një këtu që ka marrë malli për Lushnjë. Dole e kuqe. Qa të marrë të të shino të trenit të. Qa e mirë jo. Nuk e modja. Me këta janë për fotot. E stacionit trenit që ka gjenë kohë të gradisht. Shkoj aty, apo e filmon apo jo? Shife edhe aty në ekran. Vinim nga Remës e të në këmë, zinim trenin të. Edhe u kam hi për taj treni njëherë, vetë njerë ma i menë që kam hi për taj treni. E ju të njerë ku ka i valë Durrës atë herë. Po, i kënë Durrës. Ka qenë dhe Xhaja atë herë. Kjo i qenë për i sebeb të lukë. Që orë rullat të jo me? E? Po, të thuj se rullat dhe unë dhe, sa që është unë. Po filmon ajo. Vërrejtë. Mira, jo shumë pak.
kisha. Isha Karavastas. Shiko para tani, shiko. Kjo rrotullohet e vete. Sa i mirë kja ajo. Ku do të më qajla para së shumë Të për ku t'i gjeta një në ato. Letrat e lagora. Tu ka pas trap. A? Tu ka pas trap, si. Ka pas kështu, që thot këtë prak. Ka praje, mos u mërzit. Ajo ka qenë tu një. Po ta kënë heje ta. U rrotullohet te që rrotullohet vetë në një krah tjetër. Stale. Uzoj. A gjyshi. Po shumë mirë që ka shtru këtej se sa keq që i ishte. Po i shtru pra Jo, tu ishte shumë keq. dhe unë djegur edhe dje pash, pa thash pa e kam bërë pa ngusht. Shko me me zorë më kena. Hajtë me. Mjaftohet dhe kaq se. Mirë gjam hecë, mirë. Si e bërë vendin të zorit. Afroj që dorën aty para pape, edhe ule pak shoh dorën, jo qielli. Jo e mirë mera. Ta që që ka marrë të unë, se qëlli se tomë të gjithë. Mirë, ja mama, ja, se erdhëm. Erdhe prak. Që ka goqa më? Ja. Oj tu, tull. Kape që këtu bada e mjëllë dhe Pas ka ardhur e me, përse edhe një robo. erdhëm. Pike dhe pike. Dale. Milo tje. Pia Duani duke fshirë cigare elektronike dhe vape me bord është rëftësisht të ndaluar. Toaletet janë pajisur me detektor 2000. Ju lutem keni parasysh. Hej goca, përshëndetje nga shtëpia ime në Gjermani. Alter jam duke filmuar me telefon tani sepse akoma nuk I kemi zbrazur çantat. Kemi ardhur që në orën 10, po, në orën 10 në shtëpi dhe jemi lodhur shumë, me thënë drejtën. Unë më shumë. Edhe Iliri normale se kam bajtur ato çantat e kurrizit, jo valigja, unë Zoi në gjumë, rruga shiqyr shkoj shumë mirë edhe kthimi, Zoi ka fjetur kësaj radhe gjatë gjithë kthimit, gjatë gjithë rrugës do me thënë, vetëm rëzua momentin që do ulesh e avioni, dhe shkoj mirë përgjithsisht edhe rruga, spati turbulenca gjëra kështu. Edhe shikon mua po më del një herë pestu, nuk e di nga më shfaq, tani më doli, tani e vura re. Erdhëm në shtëpi, çantat janë pa hapur akoma sepse u qetësova pak, fleta një orë e pak kështu. Edhe Zoi ka fjetur ca. Tani u kthyem nga supermarketi, bëm disa blerje që na mungonin pak a shumë, kështu, jo shumë gjëra, por ato kryesore, do me thënë. Edhe, okej, tani unë duhet të sistemoj pak ushqimet, nuk është se ka në gjithë veçantë ushqime janë. Edhe pastaj do shikoj, do filloj të sistemoj robet, shumicën e robeve I kemi të lara, sepse I lama atje, se nga që vishur, do me thënë hiqi edhe u bën shumë, I lam, shqyr zotit koha mbajti dhe u thanë, edhe kështu që jemi okej nga kjo anë, shumë pak robe kemi pa lara, do t'i sistemoj pastaj,
Do të shikoj t'i bëj dhe Zojit për të ngrënë ndonjë gjë. Edhe, mendova se po më thrasin mua. Kam vendosur këtë sepse mora një pako edhe janë nga këto setet që është kështu kur bën që lan fytyrën, që mos të bëhet fytyra me ujë, duar, të kështu. Keni parasysh, prandaj kam këtë në kokë. Por jam e lodhur, me thënë drejtë, dhe gjumë më flihet sepse mbrëm kemi fjetur unë të paktën në 12 e ca, po njëherë atëherë derisa e zurizoi gjumi, dhe në orën 3 pa ca jemi zgjuar, se në orën 6 kishim 6 pa e qerek kishim fluturimin. Mund ta merrni me mend që jemi të lodhur dhe për gjumë. Dhe valixhet, ato çantat nuk e dia do t'i hap do të gjitha sot, por pak nga pak do filloj t'i sistemoj. Këte i bora pas ka shkrirë, ka rënë shi edhe është duke rënë shi, është koha shi do me thënë. Edhe kështu një rrezikën mbaruan ato 7 ditë pushim që kishim andaj. Gjithsesi, do dëgjojmë prap. Ky vlogu se si dy shkoj, se si do editohet, unë nuk e di se filmo her me telefon, her me kamer, jam bërë këtu lemsh e likur i thonë, por do shikoj dhe e gjej pak fillin. Tani për momenti bëjmë mbyll me kaq edhe do shihemi pastaj sërish. Hej goca, ja ku jam prap këtu me ju, edhe tani në fakt dua të bëj pak mbylljen e këtij vlogut. Dhe përpara se ta mbyll, dua t'ju tregoj disa gjëra, dhuratat që Zoi ka marrë për ditëlindje, edhe fustanet që unë kam këtu që i kemi veshur, domethënë në ditëlindje. Ule pak këtë apit. Fustanin tim, unë e pata bërë me porosi që e kam bërë njësoj me të Zoit, por nuk e kam këtu normale, sepse e dorëzova, e kisha me qëra. Ndërsa fustanin e Zoit e kam blerë, sepse ja kam bërë edhe me personalizim, me emrin e saj këtu. Tua tregoj me që jemi të fustani atere. Dhe më pëlqeu shumë, sidomos ky Zoit i herë, ka dalë shumë i bukur. Mos e vini re se ndoshta ka në njollë se duhet ta laj, nuk doja ta laj andej, do ta fus këtu ta laj vetë. Është kështu, nuk e di si duket aty. Ja ku e ka emrin këtu. Dhe ka edhe një fjongo mbrapa. Edhe këtë jakën kështu, me këto krahët prej tyli, shumë mirë që ishin kështu me thënë drejtën, se nga që Zoi unë i mbajta një badi me krahë gjata, se tani ishte edhe freskët edhe më mirë, kështu nuk i dukeshe shumë badi poshtë. Ky ishte fustani kryesor i Zoit, që i shkonte shumë i streces time. Mole. Është kjo pjesa e këtu. Okej. Tani, do ju tregoj fustanin, këtë fustanin tjetër, ja kishte bler kumbara, sepse Zoi u pagëzua, duke se ua kam thënë, edhe nuk e di sa minuta do e mbërë gjithë ky vlogu që unë kam filmu që kur jam nisu, që kur isha në Shqipëri. Nëse është bërë shumë i gjatë si vlog, do me thënë me shumë minuta, ndoshta do ta ndaj në 2 pjesë, nuk e di ta shikoj, se dua që t'ju tregoj dhe disa momentet, le që ato do vinë më vonë, por prapë si do që tjetë, ndoshta e ndaj, se doja t'ju tregoja disa momente të festës atje, por ta shikoj sa minuta do jetë bërë ky, se nuk dua t'ju mërzis, vetëm duke parë shumë minuta, do me thënë. Ky ishte fustani, që është një fustani thjesht, se atje ku pagëzu, do me thënë që e pagëzum Zoin, duhet që të vishej shinë robe të reja, dhe ajo kumbara ja kishte, tani që pa i mendoj une. Po fustani i bardhi Zoit. A i bardhi që e pati Zoi veshur. M'duket se ishte... Duket se ka Angji, edhe ka qenë ta çanta që unë thash mbrëm Antonios,
që thashun që ka një çantë të mbrapa, sepse ato ishin gjërat që i kishim marrë te kisha, atje ka ngelur. Nejse, s'ka problem, se unë i kisha vesh Zoit një fustan të bardhë përpara, do me thënë, dhe në momentin që u la Zoi, duhet vesheshin rrobe të reja. Edhe më duket se kemi harruar në Shqipëri, s'ka gjë. Edhe këtë kishe bler ajo kumbara, do me thënë, aty, edhe po, atje janë, se edhe këpucët e Zoit nuk janë. Edhe një palë këpuc, i kishte bler çorape, geta, nuk e di, nejse, robe do me thënë, po vetëm fustanin pas ka marrun. Nejse se kemi qenë çik rrëmuj edhe pas se ka ndonjë gjë ato, se nuk është se doja vishja këtu me Zoj, po ato këpucët ishin çik mëdhaja. Ndoshta kur takojmë prapë kismet na vera mbase i bëjnë Zojit. Edhe këtu goca kam futur, të tregoj edhe këtë, e pata bler tek Sheni, për janë flokët e Zojit këtu brenda, që ja prem aty tek kisha, ja preu kumbara, dhe kumbara është bërë kunata ime e vogël. Tjetër, ajo i kishte bler dhe një varse floriri Zojit me kryq të vogël këtu, e të cilën Zoj e ka në qafë edhe nuk e tregoj dot këtu, po është shumë e bukur. Tjetër, una te kisha vesha këtë fustanin, kam vesh këtë fustanin te kisha, që e kam bler në Shein, me thënë drejtën, edhe është i bukur, është ky fustani kështu, nuk e di sa arrini ta shikoni ose se si duket këtu, se është kështu. Është me ndriçim, ndriçon pak. Këta e vesha te kisha, por e vesha edhe pak nga fundi i festës, se në fakt e kisha marrë për te festa më shumë këta, por mbajta atë rozin, sepse më pëlqeu më shumë, edhe ky në fakt nga që e kisha dhe shumë të ngushtë, me thënë drejtën, sikur më ngrihej pak, po pastaj unë e vura re atje te kisha atje te festa, ku po kërceni mirë më rrinte më kur kërceja, nejse. Tani, këtë fustanin e kisha marrë te Sheni, që ja vesha Zojit natën, do me thënë orën 12 diçka e tillë, që i bëm disa foto, që i t'i kisha për urimin për ditëlindjen e Zojit, ja bëm aty te shtëpia, dhe i vesha këtë që lexon One. Tani, dua t'ju tregoj këto gjërat që unë i kam bërë Zojit të personalizuara me dekorin. Kam gjë tjetër unë këtu nga dekori. Kam këto janë konfetat që na bëri dekori. Shikoni pak. Lexon këtu, Zoj dashuria është 1 vjeç. Këtu është e lezetshme, e thjeshtë dhe jo shumë e ngarkuar. Kështu. Unë bëra dhe disa kështu nga ato cupcake që quhen ato, që bëta pjesa me shkumlar të roz, dhe kisha bër në Shein foton e Zojit, të cilën e vendosëm tek një shkop dhe dukesh aty lart. Besoj se e keni parasysh se për çfarë bëhet fjalë. Ka ngel disa foto këtu të jenë aty. Dhe shikoni pak sa kartolinë të bukur që kemi na e kam bër për ditëlindjen e Zojit. Kjo që vendosej tek te pjata, dekore by Era, është në Elbasan kjo, nëse dëshironi. Unë doja le dhe emrat këtu, kam paguar çdo gjë, mos mendoni se po ua them se i kam gjithat pagume, s'kam asnjë gjë falas. Se thoni i bën publicitet shumë, po, përderisa më pëlqeu, edhe një gocë më kishe pyetur madje në TikTok, 2-3 goca, që ku e ke bërë dekorin, se kishte dal bukur. Jo shumë ngarkur, se janë ca për shembull që vën shumë të llëmbace, mushët aty thotë sikur kë di unë, nuk e di. Nëse se çdo njeri e pëlqen atë të vetin fundja. Këtu kemi shkruar mirë se erdhet në ditëlindjen time të parë. Kur të rritem do t'ju them me fjalë sa shumë ju dua. Por sot le të flas buzëqeshja ime e vogël për të gjithë gëzimin që ju më keni sjell. Ju dua Zoj. Këta ja thash unë që ta shkruante. Këtë shkrimin kështu. Besoj se ja kam qelluar mirë. Kam disa këtu që doja jap edhe shoqeve këtu. Kur takoj Zoj shoqet e veta, se mbasi bëjmë në nuk e di të shoh.
Në një gjetë vogël me shoqet e saja këtu, të shoh, se kam vendosur akoma, me 2 mendje kam. Edhe kjo ishte pjesë e dekorit. Tani, vazhdojmë nga dhuratat që ka marrë Zoi. Okej. Vazhdojmë, me qenë se kam këtë këtu. Këto janë lulet. Këto janë lulet shumë të bukura që ka marrë Zoi për ditëlindje. Do ale emrin e gocës këtu. Nëse jeni nga Elbasani, shkoni e mbështesni pak, sepse është e re në punën e saj. Shikoni pak. Edhe këtë biznesin e kam fakt e dashur Ajnipit i Lirit. Por i bën shumë bukur, vërtet. I bën shumë bukur këto. Se kjo ka qenë edhe të çanta, ndoshta ka marrë çik formë kështu se mezi e kemi sjelltej e kam futur në çantë, nuk e kisha kështu. E kisha në çantë shpine. Por është shumë e bukur, shikojni. Janë nga këto lule që bëhen me copa, si quhen këto. Kështu janë lule të pavdekshme. Kishte shumë gjëra të bukura atje, do ale këtu emrin e faqes që mund të shkoni në Instagram dhe të shikoni nëse doni gjithmonë. Kjo është dhurata. Tjetër, tani unë disa kostume do a tregoj kështu se ju si njihni njerëzit kush i ka sjell, kështu që po ua tregoj një nga një. Okej, ky është kostumi i parë që Zoi i kanë ardhur për ditëlindje me këto tutat. Kjo kështu dhe ka edhe këtë trikon, të bluzën që është kjo pullovën kështu. Shumë e bukur. Kjo është shumë e bukur. Tani këto ishin të dytat, këto tutat me këta. Kjo është haul në fakt për më vonë, edhe i bën fikzoj se është i ke madhe, shef? Kjo është për nga qeshori, sa atëra hap koha këtu. Është shumë e bukur. Ikën këta. Tjetër. Kemi këtë kostumin tjetër këtu, edhe kjo më pëlqen shumë. Ky i kuqi, ky është për tani dhe i bën Zoit. Është i trash me push. Shikoni? S'ka të kuq Zoi kur e mendoj, më shumë ka roz. Bravo. Tani, edhe ky kostumi më pëlqen shumë, që është me trikot me zinxhir, me këto tutat, roz, ka edhe këtë, edhe kjo. Shikoni? Shumë e bukur. Edhe kjo është shumë e bukur. Iku dhe kjo. Tjetër, kemi dhe këta tjetrin. Shikoni? Me këtë trikon. Kjo në fakt është qik e madhe, ka qik për më vonë Zoi, por s'ka problem. Rëndësi ka ideja, mendimi. Kështu, me këto tutat. Dhe me këta. Me zemra kështu. Edhe kjo e bukur. Edhe 2 palgeta. Edhe një kostum tjetër që ja kishte bler Bana, halla, por që ne veshëm atë edhe e kishim dje veshur. Edhe e kam futur të robet e palara. Këto ishin. Për varsen ju thash, që ka marrë tjetër Zoi pita, po këto janë. Këto janë veth e floririt, sepse në Zoi ti kemi shpuar veshët, ja shkoj halla vetë, ditën tjetër direkte, edhe, qa ndryshimi që ka bërë, se dukshte si qunë. Këto janë vethet e floririt, që doja vendosim pasi të shërohet veshët, të shërojnë veshët. Nuk e di sa duken aty, ja. Sa të bukra. Me qërshi. Si me fit. Janë shumë bukra. Me zi për prestja sa ti zeri mish mirë, do me thënë, vend si duhet aty. Edhe këto ishin dhuratat që mori Zoi të ditëlindja, edhe ka që ishte ditëlindja, pushimet e çdo gjë. Tani ju kthym normalitetit. Mua më ka dalë një kështu këtu tani goca. Nejse. Unë tani po mbyll këtë vlogun, se është bërë shumë i madh, shumë i gjatë. Ju thash edhe që parë që ndoshta e ndaj në 2 pjesë, do ketë pjesa parë edhe pjesa dytë, nëse do jetë shumë, sepse është rruga që kam filmuar, që jemi nisur për Shqipëri, që kemi ardhur, edhe pse s'kam filmuar shumë, kështu se se kam fol, por ta shoh minutat. Nëse janë më shumë se 40 minuta, do ta ndaj. 40 minuta dhe e fus. Ndërsa për ditëlindjen e Zoit,
unë Zojt i kam bërë dhe një këngë edhe kam menduar të shoh njëherë, nuk e di. Se edhe nuk dua t'ja tregoj atë fytyrën, po edhe disa pjesë dua t'i ndaj me juve se ma keni kërkuar. Edhe ndoshta e vendos kështu si me muzikën, me atë muzikën që i kam bërë Zojt, që e kam shkruar vetë, edhe pjesë të ditëlindjes, të shoh. Më lini komente këtu si e doni, domethënë, e doni me muzikën apo e doni kështu ta shikoni pa muzikën. Okej? Tani unë ju përshëndes edhe faleminderit juve të rejave që keni ardhur. Mos harroni të më bëni like, subscribe, share. Kjo është shumë e rëndësishme për kanalin tim, e dini ju tani. Edhe do shifemi në vlogje të tjera se tani kam kohë atje. Se isha shumë e disponueshme. Ju përshëndes. Bye bye. Paqim.